mund të realizojmë të gjithë, janë receta të thjeshta, sidomos e dyta është një recet puding me hurma arabie, normalisht është pa sheqer sepse vetë hurmat e kanë ëmbëlsinë, mendoj të mjaftueshme për të arritur ëmbëlsinë e një ëmbëlsire që na duhet, kështu që ndiqni të dyja, edhe ofertat e produkteve do të jenë fantastike për sot, kështu që shpresoj të na ndiqni deri në fund. Bukur, kjo është ftesa si për herë dhe me njëherë do të shkojmë tek receta e parë. Tham do të jetë një gjellë e lëngshme. Do të jetë një gjellë e lëngshme, besoj në këto ditët e agjërimit gjella me lëng ose supa është ajo që hapet ajo darka iftari dhe mendoj se një gjellë tradicionale gjithmonë është ajo që duhet, pa dal nga kornizat e tradicionales dhe të bërit mirë, se në fakt edhe të bën mirë një ushqim i tillë. Tani, unë kam zgjedhur për sot të përdor tenxherën LD Ultra, e cila vjen me enën e inoksit dhe ka një ofertë të veçantë vetëm për fundjavën, pra sot që është e premte, e shtunë, e diel, vetëm 3 ditë dhe asnjë ditë më tepër, sepse dhe gjendja është shumë e kufizuar. Kështu që unë do ta them pas pak ofertën e tenxherës, ndërkohë do të fillojmë menjëherë nga puna. Do të programojmë tenxherën në opsionin sauté, është një opsion apo stafat për kavërdisjen, është ky këtu, në opsionin sauté. Tu del për 5 minuta, por mund ta përdorim sa të duam. Me kapak hapur, do të fillojmë menjëherë nga nxehja. Ena është inox, është shumë thjesht për ta larë, për ta pastruar, nuk ngjit, nuk gërvishet, është inox i certifikuar për gatim. Tani, do të hedhim vajin e ullirit të parin për të bërë kavërdisjen e mishit me qepës fillimisht. Derisa të nxehet vaj, unë do të ngri qepën. Do një qep të madhe si recet, sepse gjellërat në përgjithësi duan qep të konsiderueshme, jo qep të vogël që dhe shihen t'ja japi siç duhet, po edhe ta bëj atë punën e vet të gjithë lëngshmërisë së gjellës të ushqimit. Do ta coptojmë edhe do ta ngri tek grirësja që kam zgjedhur për sot, e cila nuk ka vetëm këtë proces, por ka edhe të tjera, të cilat do t'i shohim deri në fund, hap mbas hapi. Në pak çaste është gjitha e grirë. Unë do marr një lugë druri, apo e kam aty? E kam? Do ta hedhim qepën në tenxhere. E më pas, në këtë grirëse do të ngrim edhe mishin. Është një grirëse me fuqi 850 W dhe në fakt nuk ka vetëm funksionin e grirëses, por ka dhe opsionet të tjera që do t'i tregojmë mbas pak. Mishin e kam tul dhe është në kubik, 2-3 cm, siç duket edhe këtu. Do ta ngrim. Do ta ngrim, po. Do ta përdorim me pulsime, çdo grirëse, çdo frulator, në kuzhinë duhet përdor me pulsime. Qepa. Qepa, Katerina. Grirëse pa grirëse, Xherin ka gjetur pikërisht që ka çdo variant grirëse që ekziston në planet. Që përsëri ta shqetësoj qepa. Tani, ata kalojmë këtë kapakun e tenxherës këtej, edhe fillojmë menjëherë nga puna duke ngrirë mishin. Mjafton ta pulsojmë. E kemi gati. Tani, tek frulatori që unë kam zgjedhur për sot, ka 2 shpejtësi, shpejtësinë minimale dhe turbon. Me turbon e bëj unë, me pak pulsime, 10 pulsime dhe gjithçka është e grirë siç duhet të jetë. Do ta shohim edhe në tenxhere që ka grirë, më shumë se ç'mund ta ngrini me dorë, fije, që se arrim do tek mishi aty. Ishte grirë nuk e bën dot kurrë, do e presesh në kubik, po gjithsesi sado të vegjël nuk është e grirë njësoj. Dhe ky është varianti që ti e bën mishin e grirë vetë në shtëpi, e ke zgjedhur llojin e mishit dhe ke Po vetëm mish tul normalisht në grirëse, se s'mund të fusim pjesë të tjera të mishit. Edhe po vetëm tul. Dhe për qoftë, dhe për lazanjën, për makaronat, për të gjithë recetat në shtëpi, jo vetëm mishin e virçit, po edhe mishin e pulës, kur bëjmë receta të tilla, grirësja është dim çfarë ham, është një zgjidhje shumë me kosto shumë të mirë edhe shumë e thjeshtë, sepse dhe për t'u larë është vetëm kjo, jo
ne në fakt kemi dhe makinë mishi, por makina e mishit është pak më specifike, duhet të kesh shumë sasi, duhet të lash gjitha të makinë mishi, në fakt që futet e gjitha në punë, sikur për të grish pak gjysmë kile mish për qofte ose 1 kile, është një grirse, ta bëm punën shumë herë më mirë, mendoj unë. Tani, qepa ka filluar atë ka urdisjen e vet, do t'i hedhim pak krip, sepse kam zgjedhur që t'i hedh edhe 2 magi viçi, të cilat janë me pak krip, me sasi më të ullët kripe, kështu që do t'i hedh 2 copë dhe shumë pak krip qepës sa të lëshoj lëngun e vet që ta ndihmojnë pak. E mjaftueshëm pra si sasi. Ndërkohë ta japim recetën sa të gatuhet pak qepa? Po, japim. Lexojmë përbërësit së bashku. Gjell me mish të grirë dhe patate me lang është receta që po sjell Gjeni për sot me 500 gram mish viçi të grirë, 4 patate mesatare, 1 qep të madhe, 1 karrot, kemi 2 lugë gjelle salcë, domate, 700 ml ujë të ngrohtë ose lëng perimesh, kemi 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip piper, 1 lugë çaj spec të kuq. Një shije e pastër e këtyre përbërësve, pa luajtur me shumë element pra për të ndryshuar shijet, por ama gatim shtëpie tipik që na shijon të gjithëve në çdo familje shqiptare, absolutisht. E thjesht fare. Po e gatuar në këtë rast me LD Ultra, nëse nuk e keni, fokusoheni të shihni sa shpejt dhe thjesht bëhet. Pasi është ka vërdisur qepa, ka filluar zbutjen, që duket pak si e të dukshme, do të hedhim mishin e grirë. E hodha të gjithë mishin. Dhe tani shikojeni këtu edhe se si është grirë mishi. Ja, është bërë grimce vogël. Ky mish mund të bëhet për lazanjën, mund të bëhet për qoftet, në këtë lloj trajte që i jep grirësja. Pra e bën grimc të vogël fare. Tani kjo grirësja ka të gjithë këto aksesorët që kam unë këtu? Tani, grirësja vjen me të gjitha ato aksesorët ose me gjysmat e tyre. Pra vjen në 2 variante. Ose me të gjitha aksesorët që ka grirësen që ne përdorëm, ka frulatorin inox, po, që është ai aty me 3 thikat në pjesën e poshtme, që frulon supat kremoze direkt në tenxhere të nxehtë, mund të bëj smoothie të ndryshme. Është frulatori tjetër që është ai aty, që është për puren, apo stafat për pure, që do të thotë në të thatë, nuk ka nevojë për lagështi, vetëm pure patate për shembull ose pure karote. Është teli elektrik me të cilin mund të bëhen brumra të thjesht, të lehtë, mund të frulohen, mund të përzihen si një rase elektrik dore, por e kemi në këtë çast tek kjo. Dhe është dhe ena më pas, ena 1 litër për të bërë gjitho përzierjet, për të bërë një frulim, për të bërë ushqimin për fëmijët në pak sasi, të gjitha janë në një. Kjo pajisje vjen pra me 4 procese të ndryshme, është 850 watt dhe vjen në ofertë deri në 28 shkurt, 70.000 lekë të vjetra. 850 watt, po, është një fuqi shumë e mirë edhe për grirësen, po dhe për frulimin. Dhe është dhe varianti tjetër, i cili ka vetëm, ja, ti marrë këto këtej, ka vetëm këto, pa grirësen, që ta bëjmë pak më të qartë, vizualisht, mos të ngatrohen shikuesit. Po, dhe mos të keq kuptohen. Të Katerina Bajet janë. Ja, vetëm këto të treja, frulatorin dhe rasin tel, vjen për 50.000 lekë, pra, frulatori 2 në 1, që shikoni këtu, ose frulatori 4 në 1, 50 dhe 70, të dy kanë të njëjtën fuqi, fuqia është 850 watt, thjesht zgjidhni atë që ju duhet. Në rast se ju duhet grirësja që grin dhe mishin dhe frutat e thata dhe qepën, e gjithçka tjetër duhet të merrni të madhe. Në të kundërt, frulatori dhe rasi tel. Gotën e kanë të dyja. Kjo pra është oferta dhe ndryshimi që keni mes 2 varianteve. Të kësaj pajisje Kenwood ju e gjeni pra në 2 lloje aksesorësh. Njëra që i ka të gjitha të prezantuara së bashku, 4 në 1, dhe tjetra që ka 2, rasen dhe grirësen e inoxit. Po ju a them numrin në këtë moment që ta shënoni nëse doni që të përfitoni, me qenë se janë në çmim ofertë për një kohë të kufizuar. 5.000 dhe 7.000, 50.000 dhe 70.000 lekë, 2 llojet pra të ofertave në varësi të numrit të aksesorëve që ka secila pako. 069 944 24 25. Ky është numri nëse doni ta merrni tani në këtë çmim ofertë, gjithmonë. Pas pak do t'ju themi dhe ofertën për LD Ultra, që po gatuajmë në këtë rast recetën e sotme, në mënyrë që të përfitoni, me qenë se është vetëm për fundjavë. Të vëmendshëm, pas pak.
Frulatorin do ta përdorim gjithashtu edhe në pjesën e dytë për të bërë ëmbëlsirën, për të parë edhe një proces tjetër të tij, kështu që na ndiqni deri në fund. Tani është momenti tek mishi. Pas mishit do të hedhim salcën, 2 lugë gjelle salcë domate. Salca Zdravo, që është nga Zdrava Group, është salca që ne përdorim, salcë domate e gjitha pa copza domate, por vetëm 100% pure domate, në kavanosi, gjithmonë praktike dhe e mirë shumë për të shijuar në receta të ndryshme dhe padyshim kjo vlerë dhe cilësi e produkteve natyrale në kavanoz ju e keni në të gjitha llojet që ka sjell Zdrava. Ushqime natyrale të shijshme, të mira, artizanale, sipas traditës, të gjitha për të shijuar tryezat tona të mbushura plot me familjar, me miq, me këto produkte të shkëlqyera. Tani do t'i hedhim piperin e zi dhe piperin e kuq. Erëzat janë kryesore në këtë recetë, duhet t'i hedhim patjetër mendoj për t'i dhënë shijen e duhur. Do t'i hedhim 2 magi, të cilat janë me më pak krip, janë magi viçi që kam zgjedhur unë sot, mund të hedhin dhe magi perimesh, mund ta përzierni një pule një viçi, edhe përzihet dhe del përsëri shumë e shijshme. Është bërë si krem kjo salca në fund edhe më pëlqen sepse ka diçka tek këto tenxhere multicooker, sidomos LD Ultra dhe LD Premium që kemi me enën e inoxit tek programi Sauté, që është apostafat për kaurdisje me kapak hapur, gjithmonë ka një temperaturë më të ulët se programet e tjera dhe nuk digjet asnjë gjë. Pra nuk digjet ajo qepa, kaurdisja bëhet shumë e zbutur e mirë siç duhet dhe siç duket është shumë kremoze. Tani do t'i shtojmë perimet, do t'i shtojmë karotat, do t'i shtojmë edhe patatet të cilat i kemi në kubik. Do t'i përzijem edhe një herë në fund fare dhe do t'i shtojmë sasinë e ujit. Tani do llogarisim kohën që mishi i grirë është gatuar gjysmë le të themi në pjesën e sotes. Do të llogarisim kohën që të bëhen patatet bashkë me pjesën e mbetur që i duhet mishit. Dhe e gjithë kjo nuk do më shumë se 12 minuta në LD Premium. Do të hedhim ujin e ngrohtë që të futet shpejt në punë dhe të mos kemi vonesa. Llogarisni tani, unë e kam menduar që të dali një ushqim me lëng për të ngrënë me lugë. Dhe ashtu mendoj se pjesën e sasisë së ujit do ta shikoni vetë dhe si e doni me shumë ujë, me pak lëng. Der edhe pak mendoj se do, sepse do të lëshoj vetë dhe mishi edhe patatet, derisa të filloj tek shtresa e fundit të mos jetë në uja. Kjo është. Pa imbuluar. Pa imbuluar, po. Tani, do ta mbyllim kapakun dhe do të gradojmë në opsionin manual. Valvula është e mbyllur, gjithmonë në momentin që gatuam, duhet të mbyllet. Tani, jemi tek soteja aktualisht. Jemi tek soteja aktualisht. Tani do ta fikim në opsionin që është ngjyrë kuqe, cancel, do t'japim fiken, dalin 4 zerot në ekran, edhe me manual do t'i çojmë vetë minutat për 12 minuta. Këtu. E lëm 2-3 sekonda dhe fillon futet vetë në punë nëse nuk prek asnjë buton tjetër. Nuk ka nevojë për start. Është shumë e rëndësishme për këtë tenxhere që vjen me manual përdorimi shqip, recetat në shqip dhe një super ofertë vetëm për 3 ditët e fundjavës e premte e shtunë e diel, 75.000 lekë të vjetra nga 100.000 lekë që ka qenë gjithë këto kohë. Dua t'ju them numrin se është momenti që të porosisnim. Ashtu siç ju thash edhe pak më herët, bëni gati telefonat nëse doni ta porosisni LD Ultra. Është koha ta bëni tani. Në 069 944 24-25 për ta përfituar vetëm 75.000 lekë, pra 7.500 lekë pajisjen që sapo prezantuam recetën. Enka si sjellim në transmetim direkt këto receta që ju t'i shihni se si përdoret pajisja, të keni një ide në vija të përgjithshme që është shumë e lehtë për t'u bërë, dhe padyshim keni edhe manualin në gjuhën shqipe që ju vjen në ndihmë për receta të ndryshme. Dhe një herë numrin 069 944 24 25. Porosisni tani se sot, shtunë, diel janë
e vetmja kohë pra kur mund ta përfitoni për vetëm 7.500 lekë, 75.000 lekë të vjetra. Mirë, faqja Instagramit gjithashtu është kjo, e kujtojmë edhe këtë sepse është një mënyrë tjetër që shumë zgjedhin të bëjnë porosi edhe përmes një mesazhi dhe po patjetër ju mirëpret stafi me pyetjet që ju do të keni në lidhje me produktet në tërësi apo edhe për LD Ultra. Mos harroni edhe ofertën aktuale për pajisjen e Kenwood, nëse doni të merrni të gjitha këto që shihni këtu vetëm 7.000 lekë, 70.000 lekë. Kështu që është një ofertë e mirë, pse jo, për të kompletuar shtëpinë me grirse, me rrase, me blenderin e dorës të ndryshe, me blenderin për pure, të gjitha në një pakot të vetme, bashkë me gotën që është një ndihmë shumë e madhe për grirjen e produkteve apo rrahjen e tyre. Ne do t'i rikujtojmë numrin e telefonit edhe gjatë pjesës tjetër, mos harroni që keni edhe një dhuratë për të marrë nga Interesante Albania që e kemi premtuar nga java e kaluar dhe të sjellim recetën shumë të mirë, një puding që do të bëhet me hurma arabie. Po, një puding me hurma arabie, me të cilin do t'i hedhim pak një seshte qumësht, ato hurmat të cilat duhet t'i zgjedhim të buta dhe nëse nuk janë të buta, do t'i lëm në ujë më përpara ose në pak qumësht të nxehtë që të zbuten e më pas do t'i frulojmë me frulatorin që unë e përdora grirsen, por me pjesën e frulatorit inox që futet direkt në tenxhere të nxehtë dhe nuk ka asnjë problem sepse është Kenwood dhe është cilësi shumë e mirë.